Për menun tuaj të nesërme ju propozojmë që për ëmbëlsirë të përgatisni hurma të mbushura. Për përgatitjen e këtij specialiteti për 4 persona ju nevojiten këto prodhime: 250 gram hurma të thata, 100 gram çokoladë për gatim, 100 gram ara të grira, 100 gram sheqer pluhur, 1 limon, 50 ml rum. Koha e nevojshme për përgatitjen e kësaj ëmbëlsire është 20 minuta, pa llogaritur kohën e ftohjes. Presim limonin për gjysmë dhe e shtrydhim. Lëngun e hedhim në enën për përzierje. Shtojmë arat e grira, sheqerin pluhur dhe rumin. Përziejmë me lugë. Coptojmë çokoladën dhe e shkrim mbi avull. Shtojmë pak vaj që çokolata të fitojë shkëlqim. Hurmat i presim përsër gjati dhe u alargojmë farat. Mbushim hurmat e masën nga ena për përzierje dhe i vëmë në një pjatë të mbuluar me letër. Tenxhere me çokoladën e shkrirë e heqim nga zjarri. Çdo hurmë e kalojmë në çokoladën e shkrirë. Hurmat i kthejmë në pjatën e mbuluar me letër. I lëm të ftohen dhe të shtrëngohet çokolata. Hurmat i presim për gjysmë. Çdo gjysmë hurme e vëmë në shporcë letre. Hurmat e mbushura i vëmë në pjatën për ëmbëlsira. Me këtë ëmbëlsirë rekomandohet vera e thatë e bardhë cilësore e llojit të rushit Chardonnay, me aromë të frutave dhe me shije të ëmbël. Serviret në temperaturë prej 10 deri në 12 gradë. Në fund pijeni një filxhan kafe të shijshme. Ju bëftë mirë.